të shkon xhami. Allah ja'al fi qalbi nuran, fi lisani nuran, fi sam'i nuran, fi basari nuran. E bën duan për para se më shkon. Bën duan e përmend Allah subhanahu në çdo hap. Për shembull, duan kur del për shtëpi, duan kur hyn shpejt. Për shembull kur del për shtëpi, e bën duan kur del për shtëpi. Allah subhanahu taala trun për çdo të keqe. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأظلم وأظلم أجهل وأجهل عليك والله طب مرույtët që unë mos më rënd dalet mos më qit dikon dalet ose vetëm me rënd dalet me hupa mos më bëhet atë që unë me hub dikonin ja hupullën dikujt ose vetëm me hupullën ose mi bë zullum dikujna ose me bë dikur zullum ose mos hill keq me dikon ose dikush mos sill kash ndaj meje. Nëse i thuaj çdo shejtani s'ka punë me ty. Unë thotë, Simoni do të me pa dhikr Allah ku do të qesh. Ose e mon librin buroja musliman me vetë ose bën aplikacion e mon me to ku do të dhikr të përdor dhikrin çdo sana. Që me trujt Allah subhanahu wa taala sa. Shkon hadithin e Yahya ibn Zakaria radhiyallahu ta'ala që është në Tirmidhi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që i ka përmendja 5 vasiyete të Yahya që i ka dhënë që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala të 5 vasi Yahya Zakarias për tyre ka thënë edhe përmend Allahun këtë kohën ka thënë se shembulli i atij që bën dhikr Allah subhanahu wa taala këtë kohën është sikur se dikush që e njeh në armiku, e njeh shpejt me nxon, thotë ai shkon thotë me një kështjell edhe mbrojë të ruaj. Sulson dam sot shoja të kodra nata të mbrojë te armësve, çfarë kanë bën? Çfarë dhikri Allah subhanahu. Armës funë të afro. Shejtani funë të afro nëse e përmend Allah subhanahu.